Nuk do ta bënte fare të mundur as KQZ-ja. Dhe madje nëse do të kishin pasur shkelje si që po supozoni, as ju ndoshta nuk do ta votoni. Shikoni, unë kuptoj që opozita, LDK-ja, PDK-ja, EOK-ja kanë qef me i lon vendin ton pa përfaqësues institucional. Por kjo nuk ndodh. Nuk e kemi lon asnjëherë, që institucionet tona mbesin pa udhëhecit e tyre deri në momentin kur një gjë të ndodh, duke u mandatuar me votë nuk e kemi lon edhe atëherë ku keni thonë që nuk e ngrojmë Glau Konjusën. Ama jemi krejtësisht në kundërshtim me atë çfarë vazhdimisht bëni. Ju si LDK, zotëri Zemaj. Ne ka histori, Shikoj, se tash po flasim, është e vërtetë, lëvizja vendosje është po dëshirojmë që të lujmë institucionet e Kosovës, pa institucion. Kjo është e vërtetë. Dhe ne që jemi institucionalista përbetu, as nuk na kanë kjo. Sot është që ju, duke qenë opozit në mandatin e kaluar, e të tretët të dalur nga zgjedhjet të 9 shkurtit, po doni me dalë në pozit të partë, edhe me elon Kosovën pa opozit, sepse po kërkoni me bo një qeveri tranzitore në cilën përfshien gjithë nga pak, e që s'kishte me qenë fare shëndeshme për demokracinë e vendit tonë, vetëm për me arrit ambicjet e juja, ndërkohë që ju jeni të tretit me rasë. Sepse populli ka vendosë Zemaj. Janë 28 mandate, 22% për lëvizjen vetë vendosjen zgjedhjet të 9 shkurtit. Besoni që ata nuk dojnë me pa zotri Lumir Abdigjikun kryeministër, sepse po të kishin dasht, nuk ju kishin me ullon juve të tretit, po ju kishin djerë juve të pare. Merë në të dytin e bënë kryeministër të dytin. Absolutisht jo. Shiko, tash jeni të veprun kundërshtim me krejt ato çfarë keni deklaruar në vazhdimsi. E kemi statusin e 8 prillit zotri Abdigjikut, i cili përshëndet thirrjen e presidentes për konstituim të kuvendit, thotë që kuvendi është institucioni i rëndësishëm, LDK-ja nuk do të bëjë pengesë në konstituimin. Po ju keni qenë vazhdimisht pengesë, sepse për 25 herë radhazi keni ardhur në kuvend për të mos marrë